Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të mëshirshmit të gjithë mëshirshmit. Fëmiu që e vrau gazetarin. Miq të dashur, unë e quhem Kevin Carter. Jam gazetar dhe fotografoj ngjarje të ndryshme nëpër luftra të botës. Një njeri që e ka kaluar jetën duke kërkuar të vërtetën pas objektivit të kamerës së tij. Edhe atëherë, kur e gjeti të vërtetën, nuk e mbajti dot. Kam parë shumë, më shumë se sa një njeri që duhet të shoh. Kam parë fëmijë që mbajnë armë të rënda në trupat e tyre. Kam parë nona që qajnë pa zë. Kam parë qytete që nuk kanë ma emra, por vetëm rënoja. Dhe megjithatë, asnjë pamje nuk më vrau aq ngadalë sa ai fëmijë. Ishte viti 1993 në Sudan, një vend ku uria nuk ishte lajm, por ishte realitet. Ajri ishte i nxehtë, i rënd, toka e qarë, sikur edhe ajo të kishte etje. Njerëzit nuk ecnin ma, vetëm zvarriteshin drejt shpresës. Ne gazetarët ishim atje për të dokumentuar, për të treguar botës se çfarë po ndodh, për të zgjuar ndërgjegjen globale. Ecnim me aparate, por pas zgjidhje. Dhe pastaj e pash. E pash një fëmijë, por jo një fëmijë si që njihni ju. Ky ishte vetëm kock e lëkurë, i përkullur mbi tokë, duke u përpjekur të merrte frymë. Pas tij qëndronte një shkap. Qëndronte aty, e qetë, e sigurt, dhe sikur të thoshte: mos u nxito, or fëmijë. Vdis tani apo pak më vonë, unë kam kohë, do të rëmbej. Në atë qast, në vetën time, u përballova me 2 Kevina. Njëri bërtiste, ndihmoje fëmijën, merr fëmijën dhe harro aparatin, e tjetri më thoshte: nëse bota nuk e sheh këtë, asgjë nuk do të ndryshojë. Dhe unë e zgjodha aparatin tim dhe kamerën. Klikova mbi sustën e kamerës. 1 sekond, 1 klik, 2 sekonda, 2 klika. Dhe kjo ishte miliona. Miliona në dollar. Kjo ishte një fotografi dhe një barë për të gjithë jetën time. Fotografia e cila ma pasuroi gjithë jetën time, nga se më bëri më të njohur në botë dhe më të pasur. Por ma vjodhi shpirtin dhe më rambeu atë. Unë e largova shkapën. Fëmia vazhdoi drejt qendrës së ushqimit, por fotografia, ajo vazhdoi rrugën e saj. U botua, u shpërnda, u bë simbol i aktit të fotografimit në gjithë botën. Njerëzit qanin, njerëzit u zemruan, e të tjerët filluan të pyesin: pse nuk e ndihmove fëmijën? Si mund të fotografosh një fëmijë i cili po vdes? A je njeri apo bish? Askush nuk më pyeti: si jeton një njeri me këtë pamje në kokë? Askush nuk më pyeti: si i mbyll në syt kur bëj gjumë? Askush nuk më pyeti: çka ndodh me fotografin pasi që mbyllët gazeta? Ata më dhanë çmimin Pulitzer. Duar trokitjet e mbuluan sallën e strëmbushur me prominent nga të gjithë anët e botës, të gjithë duke më uruar, por unë ndihesha bosh. Unë isa për në shtëpi dhe po përgatitëm të vënë një gjumë në sy, si çdo natë. Kur mbyllja syt, Kenny, pra ai fëmiu, ishte aty, jo si viktim, por si gjykatës. Ai më thoshte: a Kevin, si ndihesh?
U bëre I njohur me lëkurën time të zezë, të ngjitur për kockat e mia. A Kevin, do të flesh tani në çarçaf të bardhë të hekurosur mirë. Djaloshi më godiste zemrën time çdo ditë dhe çdo natë. Edhe në qiell kur shikoja e shihja djaloshin. Miq të dashur, a e dini çfarë është më e rëndë se uria? Të ndihesh fajtor edhe kur ke vepruar sipas rregullave. Unë pash kufoma, pash gjak, pash vdekje masive, por ai fëmijë, ai më bëri të pyes veten. A ja vlen e vërteta nëse të shkatron shpirtin? Një ditë, lodhja u bë më e fortë se unë. U ula pranë një lumi, aparati ishte pranë meje, e lash më një anë dhe mendova. I kam treguar dhimbjen botës përmes aparatit tim, por askush nuk e pa dhimbjen time. Sot po e bëj edhe një lajm tjetër të madh, dhimbjen time. Më duket se afër meje qëndron ajo shkaba e djaloshit dhe më pret të marr vendimin që të më gëlltit. E shikoj në sy, e cila pret vdekjen time, por nuk nëncitohet. Pret me durim të plotë. Aty pata mundësin që t'ju shkruaj një letër për ikjen time. Ishte 27 kur ik, I vitit 1994, disa muaj pas çmimit Pulitzer. Vendosa të shkoj te Keni, te djaloshi I cili po vdiste para syve të mi. Aty vendosa që t'ju shkruaj një letër dhe të bëni edhe ju një lajm për mua, sikur që bëra unë një lajm për Kenin. Miq të dashur, jam I përndjekur nga kujtimet e gjalla të vrasjeve dhe të trupave të pajet, të zemërimit dhe të dhimbjes, nga fëmijët e uritur ose të plagosur, nga të çmendurit me armë në dorë, që mbanin uniformat e policisë ose të ushtrisë. Nuk I kam dalë mjaftueshëm në mbrojtje e Kenit. Ma vjen shumë keq. Dhimbja e jetës të I kaloj gëzimin, deri në atë pikë sa që gëzim më nuk ekziston tek unë. Po shkoj tani tek Keni, nëse kam fat. Dhe miru pafshim nëse keni edhe ju fat. Kevin Carter. 27 korik 1994.